Presidentja e Republikës së Kosovës Vjosa Osmani zhvilloi një vizitë zyrtare në Shkodër në kuadër të aktiviteteve për festimet e nëntorit, ku prit me nderime dhe një agjendë të ngjeshur takimesh institucionale e kulturore. Në Bashkinë e Shkodrës, presidentja Osmani u mirëprit nga kryebashkiaku Benet Beci, ku në një ceremoni solemne ju dorëzua titulli Mirënjohja e qytetit, vlerësim që nderon marrëdhëniet e veçanta mes dy vendeve. Gjatë fjalës së saj, presidentja Osmani theksoi rolin historik dhe kulturor të Shkodrës në çdo etapë të bashkëpunimit mbar-shqiptar. Është një qytet që ka dhënë shumë për gjithë shqiptarinë dhe natyrshëm që edhe lidhjet me Kosovën, me gjithë qytetarët e Kosovës gjithnjë kanë qenë shumë të afërta. Shkodra vërtet e ka ndihmuar Kosovën në momentet më të rënda. Ju e dini që edhe në vitin 1998-99 shumë nga qytetarët e Gjakovës dhe pjesëve të tjera që janë më afër Shkodrës kanë qëndruar këtu. Në prononcimin e saj për mediat, Osmani u ndal edhe te situata politike në Kosovë, duke komentuar zhvillimet dhe dinamikat në prag të zgjedhjeve të ardhshme. Situatat politike apo kjo me cilën po ballafaqohet Kosova tani për tani, pra përgatitjet për zgjedhjet jashtëzakonshme janë normale në një demokraci. Jam e bindur që sikurse çdo proces zgjedhor, sepse Kosova ka demokraci elektorale jashtëzakonisht të fortë, edhe ky do të shkojë mirë, do të shkojë në rregull, bazuar në standardet më të larta demokratike, nuk shoh asnjë problem. Agjenda e presidentes Osmani në Shkodër vijoi me vizita dhe takime në disa prej qendrave kulturore dhe institucioneve kryesore të qytetit, duke përmbytur një vizitë me simbolik të fortë bashkimi mes Shkodrës dhe Kosovës.